Horoskopi ditor e martë, 26 maj 2026. Dashi. Dashi i dashur mund të tërhiqeni nga njerëz, projekte dhe ide që ushqejnë shpirtin tuaj në vend që t'ju shterojnë energjinë. Tranzitet e sotme ju japin një mision. Të punosh në grup mund të jetë efektive për arritjen e qëllimeve tuaja. Një misi ose një lajm i ardhshëm mund ta ndryshojë ndjeshëm perspektivën tuaj për një çështje. Mund t'i mbështesni të tjerët me këshilla të dobishme ose të komunikoni me shumë interes dhe tërheqje, duke nxitur një ndjenjë lidhjeje. Aftësia juaj për të arritur në temë ose sinqeriteti juaj funksionon në favorin tuaj, dhe të dy merreni seriozisht dhe komunikoni në mënyrë efektive. Si i tillë, po fitoni një ndjenjë të fortë të prioriteteve tuaja. Të qenit i organizuar vjen natyrshëm për ju tani. Lidhjet dhe bisedat frymëzojnë besim. Duket se jeni në gjendje të nxirrni më të mirën tek të tjerët tani. Nga ana tjetër, po tërheqni shumë njerëz. Demi. Harmonia e sotme diell Pluton ju motivon të merrni kontrollin dhe të bëni përmirësime, i dashur Dem, veçanërisht në financat ose sendet tuaja personale. Do të fitoni një pasqyrë interesante mbi njerëzit dhe projektet në jetën tuaj. Çdo përpjekje konsultimi ose këshillimi mund të jetë e frytshme tani. Ndikimi juaj është i fortë, si profesionalisht ashtu edhe personalisht. Me një ndjenjë më të fortë të qëllimeve tuaja më të rëndësishme, është më e lehtë të identifikoni hapat më të mirë për t'ju afruar më shumë me arritjen e tyre. Mund të dilni me disa ide të shkëlqyera për të fituar para ose për të bërë biznes, dhe puna e shpenzuar në projekte individuale ose private mund t'ju sjellë shumë dobi. Mund të jeni të motivuar për të përfunduar një projekt që e keni lënë të papërfunduar. Binjakët. Je në formë të mirë si për bashkëpunim ashtu edhe për veprim të pavarur sot, të dashur binjak. Je më mirënjohës për një qasje logjike dhe të rregullt ndaj botës tënde për momentin. Tranzitet e sotme ndihmojnë në rritjen e vetbesimit tënd, duke të vendosur në një pozicion të mirë për të konsoliduar krijimet ose planet e tua. Të favorizuara tani janë komunikimi, të mësuarit, marrëdhëniet dhe ndarja. Është një kohë e shkëlqyer për të fituar mbështetës ose mbështetës, dhe energjia e jashtëzakonshme është me ty për të shijuar marrëdhëniet e tua ose për të punuar për zgjidhjen e problemeve, pasi mund të rezultojnë ndryshime pozitive. Je gjithashtu i pozicionuar mirë për vetëri për të rritje përmes aktiviteteve që ushqejnë shpirtin tënd. Mund të ketë lajme ose njohje të mira dhe idet janë të arta. Lëri idetë tua të zhvillohen ngadalë për rezultatet më të mira. Gaforja. E sheh vlerën e vendosjes së më shumë rregullit në jetën tënde ose eliminimit të mbeturinave sot, i dashur gafore. Në të njëjtën kohë, njohuritë mund të vinë mjaft magjikisht, veçanërisht nëse dëgjon udhëzuesin tënd të brendshëm në vend që të ushtrosh presion mbi mendjen tënde. Si e tillë, dita mund të jetë e pasur si për çështje praktike ashtu edhe për ato emocionale. Në fakt, mund të ndjesh një ndjenjë misioni tani. Tranzitet e sotme të ndihmojnë të fitosh një kuptim më të mirë të funksionimit, nevojave dhe dëshirave të tua të brendshme. Mbështetja e të tjerëve të ngre moralin dhe ndershmëria ndaj vetes dhe perceptimi i rritur janë tema. Nëse duhet të lësh një zakon të keq, kjo mund të jetë një kohë e mirë për të fituar motivimin që të nevojitet. Po identifikon prioritetet dhe mundësitë. Në një nivel emocional, kjo është një kohë e shkëlqyer për të marrë kontrollin dhe për të shfrytëzuar guximin tënd të brendshëm. Mund të përballesh me një frikë, të heqësh dorë nga një zakon i keq ose të zotohesh të përmirësosh marrëdhëniet e tua të ngushta. Luani. Gatishmëria juaj për të zgjidhur problemet del në pas sot, i dashur Luan. Pavarësisht nëse fitoni njohuri të reja për dëshirat tuaja ose lidheni me dikë të rëndësishëm për ju përmes një diskutimi të sinqertë, fokusi është në përmirësimin e jetës suaj dhe angazhimin për ndryshime pozitive. Është një kohë e mirë për të përqendruar dhe për të përdorur energjinë tuaj në mënyrë krijuese. Tranzitet e sotme kanë tendencë t'ju nxisin shoqërisht dhe materialisht. Mund të gjeni mënyra për t'i përdorur talentet tuaja për mirë, dhe njerëzit në jetën tuaj ka të ngjarë ta shohin vlerën tuaj më shumë se zakonisht. Miqt janë mbështetës dhe fansat tuaj më të mëdhenj sot. Energjia emocionale është intensive sot, por gjithashtu zotërohet dhe kanalizohet lehtësisht në aktivitete të kënaqshme. Përqendrohuni në shëndet, ekuilibër dhe shpirt tani për rezultatet më të mira. Virgjëresha. Virgjëresh e dashur, mund të ndiheni mjaft të kënaqur me vënien në lëvizje të një plani.
Është një kohë ideale për shërim, veçanërisht nëse synoni të hiqni dorë nga bagazhi emocional, por edhe ambicia juaj është gjithashtu pozitive. Çështjet e biznesit përfitojnë nga strategjizimi dhe planifikimi sot. Një bisedë mund të jetë thelbësore për ta futur veten në një gjendje shpirtërore shumë pozitive dhe të paprekshme sot. Në fakt, tani mund të ndjeni një ndjenjë më të fortë qëllimi. Mund të merrni një nxitje ose ndihmë nga një person më i lartë ose një bashkëpunëtor. Zgjidhjet e shpejta nuk janë interesante, pasi doni të shkoni thellë dhe të bëni ndryshime kuptimplote. Mund të ndiheni më të vendosur se zakonisht për të arritur qëllimet tuaja, qofshin profesionale, të lidhura me punën apo shëndetësore. Mund të jetë një kohë për të ndjerë veçanërisht mirë për shërbimet, leadershipin ose objektivat tuaja. Mund të zbuloni gjithashtu se të tjerët po ju besojnë më shumë. Peshorja. Besimi juaj në një marrëdhënie ose person të veçantë në jetën tuaj ka të ngjarë të forcohet sot, i dashur peshore. Edhe nëse nuk e përdorni, jeni të interesuar për kontributin e dikujt tani, pasi shijimi i shoqërisë është ajo për të cilën bëhet fjalë. Mund të jeni duke u tërhequr nga vetja për një vetanalizë shumë të nevojshme në disa mënyra, por është gjithashtu një kohë e fuqishme për ndërveprimet tuaja. Jeni të duruar me të tjerët dhe mund të ketë një rivendosje të besimit përmes ndihmës praktike ose gjesteve dhe ofertave të sjellshme. Energjitë e sotme përfitojnë jetën tuaj dashurore, komunikimet dhe punën në grup. Është më e lehtë se zakonisht të grumbulloni mbështetje dhe bashkëpunim. Njerëzit në jetën tuaj mund ta ndryshojnë perspektivën tuaj në mënyra që ju hapin sytë dhe janë të dobishme, ose një film, libër, lajm ose përvojë kulturore mund të çojë në një interes të ri. Mund të përqafoni një filozofi të ndryshme ose të ndiqni një qasje emocionuese dhe ndriçuese ndaj një çështjeje. Akrepi. Do të zbuloni se njerëzit janë më të prirur të veprojnë se sa të reagojnë sot, i dashur akrep, gjë që krijon një rrjedhë të shëndetshme dhe të qetë energjie. Energjia e shkëlqyer është me ju për të qenë produktiv dhe për të përqendruar në prioritete. Mund të jetë një kohë e fortë për të ndërtuar shëndetin tuaj, si mendor ashtu edhe fizik, ose për ta bërë rutinën tuaj të përditshme të funksionojë për ju. Jeni në humor për të bërë ndryshime të thella në vend të atyre sipërfaqësore, dhe është një kohë e mrekullueshme për të përmirësuar jetën tuaj personale. Nëse keni nevojë për mbështetje ose ndihmë me punët e shtëpisë, kjo mund të jetë një kohë e shkëlqyer për ta kërkuar atë. Nga ana tjetër, njerëzit e vlerësojnë këshillën dhe mendimin tuaj. Shigjetari. Ndjenjat rrjedhin pa probleme sot, i dashur shigjetar, dhe mund ta keni veçanërisht të lehtë të filloni një bisedë ose të shprehni veten dhe nevojat tuaja. Jeni në gjendje të mirë për të gjetur motivimin për të kryer gjërat përmes një marrëdhënieje ose një personi të caktuar. Fakti që të tjerët mund të mbështeten tek ju është në qendër të vëmendjes dhe i dëshirueshëm. Të bashkoheni për të arritur diçka të rëndësishme për ju është gjithashtu e favorizuar tani. Tranzitet aktuale duket se ju vendosin në vendin e duhur për përforcim, mbështetje ose njohje. Mund të jeni duke kërkuar një kuptim më të lartë për atë që po bëni. Njerëzit e vlerësojnë fokusin dhe pasionin tuaj dhe ju po komunikoni shumë bindshëm. Përkushtimi juaj është mbreslënës dhe shfaqet në çdo gjë që bëni. Është gjithashtu një kohë e mirë për të gjetur mënyra për të çliruar nga barret e panevojshme mendore, keni përmirësime në mendje. Bricjapi. Sot është mirë për të ndjerë më pak i lidhur nga emocionet, i dashur bricjap, dhe për të treguar më shumë interes për të bërë që gjërat të ndodhin. Të vësh në dyshim veten ose gjërat mund të ketë qenë e lodhshme kohët e fundit dhe tani problemet zgjidhen më lehtë. Prioritetet tuaja duken këndshëm të qarta. Vendosja e rregullit në jetën tuaj shtëpiake mund të jetë tërheqëse, pasi e shihni atë si hapin e parë për të bërë ndryshime të rëndësishme. Jeni në një mision për të ndjerë më të organizuar, në kontroll dhe në krye të jetës suaj. Dita duket se mbështet menjëherë rritjen, përmirësimin dhe ecjen përpara. Je në formë të përsosur për të eksploruar mënyra për të përmirësuar situatën tuaj financiare, të ardhurat, punën ose shëndetin. Një trekëndësh diell Pluton ju ndihmon të vini gjërat në vendin e tyre dhe t'i bëni gjërat të ecin pa probleme. Ujori. Mund të jesh jashtëzakonisht i shkathët sot, i dashur ujor. Impulset krijuese janë të forta dhe dëshira për të bërë diçka me to po rritet. Pak konkurrencë e shëndetshme mund të jetë shumë motivuese tani. Ju e njihni vlerën e një disipline, ose keni mundësinë të shihni përfitimet e punës suaj të palodhur, planifikimit dhe përpjekjeve.
Ju dëshironi të ndjeni të dobishëm dhe të organizuar, dhe vendosja e diçkaje në rregull mund të jetë më tërheqëse për këtë qëllim. Një aspekt forcues lidh diellin në sektorin tuaj krijues me Plutonin në shenjën tuaj dhe është i fuqishëm për vetëshprehje krijuese. Me këtë ndikim, ju i shihni më lehtë prioritetet tuaja. Ndarja e ideve tuaja, vizionit artistik, lumturisë dhe ndjenjës së humorit mund të jenë në fokus. Mund të ketë një nxitje ose aktivitet rekreativ që është shërues dhe shpërblyes. Të kesh guximin për të shprehur sinqerisht me dikë mund të ndihmojë në ngritjen e një marrëdhënieje në nivelin tjetër. Ky tranzit forcon vetbesimin tuaj. Peshqit. Puna e orientuar drejt familjes ose puna në shtëpi mund të jetë veçanërisht e kënaqshme dhe e dobishme tani, të dashur peshq. Sot është gjithashtu e dobishme për të ndërmarrë hapa të vegjël për të përmirësuar marrëdhëniet, si me familjen ashtu edhe me shefat ose figurat autoritare. Ju doni të dini se jeni në krye të gjërave, veçanërisht në lidhje me paratë, shtëpinë, familjen dhe çështjet e sigurisë, dhe mund të jeni në një pozicion të shkëlqyer për të bërë përforcime tani. Me harmoninë e diellit dhe Plutonit mund të ndiheni të inkurajuar dhe të motivuar për të bërë përmirësime dhe ndryshime të thella në vend të rregullimeve të shpejta ose sipërfaqësore në këto fusha ose në botën tuaj të brendshme. Mund të ndryshoni perspektivën tuaj për një çështje dhe kjo ndihet fuqizuese ose lehtësuese. Mund të ketë lidhje familjare shpërblyese ose një ndryshim në stilin e jetës që ndihet i duhur. Lidhja më e thellë me dikë mund të ketë një ndikim të fortë tani. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.